Rekrutimi ushtarak po rikthehet në Francë e madje me një kthes të papritur. 30 vjet pas heqjes së shërbimit të detyrueshëm ushtarak, Ministre e Forcave të Armatosura, Catherine Vautrin, ka njoftuar nisjen e një programi të ri rekrutimi për burra dhe gra të moshës nga 18 deri në 25 vjeç. Rekrutimi do të jetë vullnetar dhe do të zgjasë 10 muaj me mundësinë e rekrutimit të plot në fund të përvojës. Qëllimi i njoftuar 2 muaj më parë nga presidenti Emmanuel Macron është që të forcohen radhët e ushtrisë derisa numri i rezervistëve dhe rekrutëve të dyfishohet deri në 2030. Lajmi kryesor megjithatë është se të rinj dhe të rejat do të paguhen. Programi do të fillojë mes shtatorit dhe nëntorit 2026. Seria e parë do të përbëhet nga 3000 rekrutë të rinj, të cilët duhet të aplikojnë deri në prill për të patur kohë për procesin e përzgjedhjes. Ministria ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të rekrutëve në frontet e mundshme të luftës. Zgjedhja e shërbimit kombëtar do të thotë pjesëmarrje në mbrojtjen e qytetarëve tanë të vendit tonë në një kohë që e kemi cilësuar si të pasigurt, thuaj në një deklaratë të ministrisë. Kostoja totale për Parisin, duke përfshirë pagat dhe pajisjet, është rreth 2.3 miliardë euro. Paga bruto do të jetë 800 euro plus ushqimin dhe akomodimin e siguruar në kazerma. 80% e rekrutëve të rinj do të jenë mes moshës 18 dhe 19 vjeç. Pas një muaji trajnimi bazë, ata do të vendosen në njësi të ndryshme të ushtrisë, forcave ajrore dhe marinës. 20% që i mbetur i rekrutëve do të jenë personel më i specializuar, si infermier, teknik, inxhinier, analistë të dhënave, e për këtë arsye më të mëdhenj në moshë.